Unë jam marrë me gjimnastik, me atletik, jam marrë besa edhe me futbol, pak, por të gjithat ata nuk leju për me e humbat pjesën femrore. Mësme u duk sikur se shumica sot miret me sport edhe tash kur e shikon tu hec ti mendon a është gjinies mashkullore, a gjinies femrore. Unë mendoj se sporti është jetë. Hecja është jetë. Dhe çdo njeri, kur merr frymë, edhe aty duhet pak një kohë për me i dhënë vetvetes, do të thotë i përkushton vetvetes, ashtu duhet edhe me i përkushtu vetvetes. Jam nane 2 fëmijëve, njëri ka 45 për 46, tjetri është 3 vjet e gjysmë më i ri se ai. Të dytë miren me thonë sport, jo që i kum pasu në shumë qef, por kur i kam përfundu shkollimet e tyre, unë nuk jam personi i cila e luz dikend për me ma punsu fëmijën dikun. Asë nuk shkoj nga në bazë partijake, se në veçantie e urej politikën kur ka hi në sport, a mas shumë ti sportistat e përfaqësojnë shtetin tonë, edhe askush nuk ja u din për nerë. Tani në një moshë kur shumë kush zgjedh pushimin, asbia zgjedh lëvizjen. Pilates i është bërë strehë dhe forcë si një mënyrë për ta mbajtur trupin gjallë dhe shpirtin të lehtë. Një moment, a unë kam punuar pa u ndalur pri kur i kum pas 17 vjetë. Natisht Jugoslavin, e di se dikush po thot këta ish Jugoslavijes minjere përmendin, po në atë kohë ndoshta s'kena ditë çka tek do të ndodhe dhe për atë arsye na ka duk edhe e mirë. Jemi marrë me sporte të ndryshme dhe ashtu edhe une me gjimnastiken, me vallëzimin, për ndryshe jam magjistër i vallëzimit plus, jam edhe instruktore e skimit, për cilin e kum lanë për arsye të një lendimit dhe kum caktu a do të vazhdoj këto që kum fillu, cila ka qenë rastësia. Do të thotë gjithmonë shikoj ajo që ka është e mirë edhe dobishme për shëndetin e njeriut. Tek unë e kum gjetë veten në ushtrimet fizike. A u thiren ato ushtrimet aerobik, a u thiren taibo, a u thiren pilates, do të thotë gjithkush si vjen trendi ashtu i vendos edhe emrat, por për mua, për shembull, teknika më e mirë është pilates, kurse edhe teknika tai chi chuani.